vrasja e Khameneit ishte interes për izraelitët në mënyrë që të fusten luftë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pasi në rast se vdiqi ky vriste Khamenei, atëherë reagimi jo vetëm i Iranit, por reagimi të gjithë vendeve të tjera të cilat kanë marrëdhënie me Iranin, siç ishin Hezbollah e Houthit, do të sulmonin çdo lloj baze amerikane dhe nuk do të kishte më njëri që do të mund t'i ndalonte, për arsye se ata i mban vetëm vendimi dhe fatva e Khameneit. Se ai është edhe udhëheqësi shpirtëror i tyre dhe në momentin që ti vret udhëheqësi shpirtëror, atëherë nuk ka aktualisht Khamenei nuk ka përcaktuar se kush do të jetë pasardhësi i tij, akoma nuk e ka caktuar dhe duke mos pasur një caktues të tillë. Në këtë luftën se kush do të zgjidhë vendin, atëherë të gjithë ta proksit e Iranit do të sulmonin çdo gjë dhe lindja e mesme do të shkojë, jo vetëm që do të shkatërrojë, por Shtetet Bashkuara të Amerikës do të ishin të detyruar të hynin në një luftë të cilën nuk duan të hyjnë. Dhe për këtë arsye u desh ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë lloj skenari të këtij bombardimi të Ti mendon që koordinatat e bunkerit të Khameneit ishte një bluf shërbime sekrete izraelite apo ishte reale? Shiko, se ku janë bunkeret ku rrin këta udhëheqësit ato dihen, pra nuk është diçka që nuk dijej. Problemi është që Izraeli nuk ka kapacitete për të goditur këto bunkere, pra nuk ka bomba për të goditur këto bunkere për të shkatërruar. Dhe shkatërrimi do ishte sipërfaqësor dhe jo në bunker. Normalisht ndërhyrja ta prin gjumë në shtëpi, nuk e pritet sulmi fare. Po sepse ndodhi ajo që pra, shiko, kur Izraeli sulmoi në fillim, sulmoi anën ushtarake dhe priti që Irani të kundërpërgjigje të gjitha bazave ushtarake amerikane siç kishte thënë që po sulmuam do godasim. Në këtë moment iranianët u kontaktuan me amerikanët dhe thanë që neve, kontakti që u bë dhe biseda ishte tillë që ne nuk kemi gjë me juve, kemi me Izraelin. Në këtë moment u kthyen Izraelit. Në moment që u kthyen Izraelit, Izraeli e pa që iranianët punë, atëherë sulmuan komplet pjesën tjetër të generalëve duke i vrarë nëpër shtëpia. Në mënyrë që detyron të hynin. Pse nuk u vra Khamenei, sepse nuk u vra, u ruajt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pro mos u vrarë sepse në rast se do të vritet atëherë ndërhyrja e Shtetit Bashkuara të Amerikës në luftë do të ishte e pashmangshme. Jo e nxjerrë që Trumpi është presidenti i Do të ishin me një luftë të tretë. Shiko, nuk është presidenti i paqes, është presidenti i interesit.